Pas vendimit të apelit të GKK-o, e cila kërkon rikthimin në qeli të ish kryebashkiaku të Durrësit Vangjush Dako, ky i fundit është shtruar në Spitalin Rajonal të Durrësit. Informohet se shkaki i gjendjes së keqe shëndetësore është aritmia. Dako ka përfunduar në Spitalin Rajonal të Durrësit. Ai është gjetur në banesë kur treshja gjykuese ka firmosur vendimin. Kur ka rënë në dieni të vendimit, ka pësuar aritmi sipas mjekëve. Nga policia konfirmoi se Dako është duke qëndruar në kujdesin e mjekëve dhe në ruajtjen e policisë. Gjykata e posaçme e apelit vendosi lënien në fuqi të dënimit të ish kryetarit të Bashkisë Durrës me 2 vjet e 8 muaj burgim për shpërdorim detyre, të dhënë nga shkalla e parë, lidhur me paligjshmëritë në procedurën e dhënies së lejes së ndërtimit të një pallati shumëkatësh, si dhe për shpërdorim të fondeve publike në ndërtimin e një shëtitore në Bregdet. Megjithatë, përveç periudhës së qëndrimit në qeli nga arrestimi i tij më 6 qershor 2023 deri më 27 shkurt 2024, kur u lirua për shkak të mbarimit të afatit të paraburgimit, Dakos do t'i duhet t'i shlyej edhe rreth 11 ditë burg, pasi pjesën tjetër e ka vuajtur në arrest shtëpie, që gjithashtu njihet si një vuajtje dënimi. Dako u lirua nga qelia 8 muaj pas arrestimit, pasi u konstatua se SPAK nuk arriti të përfundonte hetimet e caktuara nga gjykata brenda afateve, detyra që mbeten pas shërtimit të kërkesës për gjykim. Ai qëndroi në masën e sigurimit arrest shtëpie deri në vendimin e apelit të martën 16 shtator. Sipas prokurorisë, nga përllogëritja e kryer ka rezultuar se Dako duhet të qëndrojë në qeli edhe 11 ditë, pasi pjesën tjetër e ka shlyer gjatë 9 muajve që qëndroi në paraburgim dhe periudhës tjetër në arrest shtëpie. Koha e paraburgimit përllogaritet si 1 ditë e gjysmë heqje lirie.